fillojmë me bashkëpunimin e Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit në kuadrin e projektit të Bulevard Shëngjergjit. Siç e thash edhe një herë, rekonstruksioni i fasadës së Mapos gjithashtu duhet të futet në prioritetet, na falni që na ka shpëtuar, madje ka filluar dhe një konkurs arkitekture që organizon fondacioni për fasadat e Mapos. Shumë shpejt besoj ne do të përzgjedhim fituesin. Kjo ka një çik lidhje edhe me një lloj klime disi të tensionuar me një pjesë të biznesit të kësaj rruge, sepse për informacion ka një lloj ndarje opinionesh, një pjesë e biznesit e kërkojnë rrugën totalisht këmbësore, një pjesë tjetër e kërkojnë të hapur në oraret e paradites. Ne kemi një marrëveshje me biznesin dhe për transparencë do të kërkoja të paktën vetëm në këtë moment mediave lokale etik profesionale dhe korrektesë, po gjithsesi është në zgjedhjen tuaj, po të paktën televizionit publik i cili mbahet me taksat e qytetarëve dhe mos harroni që qytetarët e Korçës paguajnë jo më shumë se 2 fishin e taksës të televizionit publik për gjithë shërbimet që marrin nga qyteti. Pastrimin e qytetit, ndriçimin e qytetit, gjelbrimin e qytetit, ngrohjen e kopsheve, shkollave, çerdheve, ndërtimin e shkollave të reja, ndërtimin e rrugëve, rikonstruksionin e rrugëve, gjithë shërbimet që bashkia ju ofron qytetarëve, ju kushtojnë jo më shumë se sa 2 të vësha. Fut edhe televizionin tuaj këtu. Kështu që për hir të kësaj, nëse do keni mirësinë ta dëgjoni këtë lloj apel, që mendoj nuk vjen nga unë personalisht, por vjen nga ata që më kanë mandatuar të flas dhe në emër të tyre, ju kërkoj të paktën në këtë moment korrektesë. Bashkia dhe kryetari i bashkisë asnjëherë nuk ka prishur apo injoruar apo shkelur ndonjë marrëveshje me asnjë lloj komuniteti, në rastin konkret me komunitetin e biznesit të zonë të bulevard Shëngjergjit. Është e vërtetë që ne përpara se ky projekt të fillonte nga zbatimi, me financimin pjesërisht të bashkisë dhe pjesërisht të Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit, kemi bërë një marrëveshje me biznesin, ku kemi thënë shprehjimisht dhe bëni mirë që ta bëni transparente, që bashkia do të për gjitha çështjet që lidhen me këtë rrugë, madje edhe për çështjen e funksionimit të zonës këmbësore 100% apo 100% të hapur, apo pjesërisht këmbësore, pjesërisht të hapur, për të çështje do të marrë vendim në negociat dhe në konsensus me biznesin. Nuk kemi thënë që do të delegohet 100% biznesit, sepse edhe po të doja unë, këtë gjë nuk ta lejon ligji. Kështu thotë rregullorja. Kemi patur diskutime, madje edhe debate, ndonjëherë edhe të forta, me përfaqësuesit tuaj në bordin provizor dhe me anëtarë caktuar të shoqatës, sepse në fakt detyra nuk është e lehtë. Para nesh ishte detyra për të arritur në një projekt i cili kënaqte të gjitha pritshmëritë. Themi se tani kemi arritur në një zgjidhje, në një formulë e cila i kënaq të gjithë. Gjithsesi ky është opinioni tim, i Renatos, i Fondacionit, i Rashit, pra me njerëz me cilën kemi qenë në kontakt, i Armandit, kemi qenë në kontakt vazhdueshëm, po jemi mbledhur sot për të dëgjuar dhe mendimet tuaja. E kemi ngritur rrugën në këtë projekt në një nivel. Pra i gjithë bulevardi do të jetë në një kuotë, do të jetë në një nivel. Kjo zgjidhje që u propozua nga biznesi dhe u pranua nga ne, u reflektua dhe në projekt, në asiguron mundësinë e fleksibilitetit edhe për trafik. Meqense ju, një pjesë e mire juaja, ka pikë pyetje dhe dyshimet nëse mbyllja e trafikut mund të shkaktonte dëmtim të biznesit, ne sot po i propozojmë këtë projekt i cili e lejon qarkullimin me 2 sense, pothuajse siç është tani, por vetëm më i strukturuar, kuptohet. Pra me 2 korsi, një në drejtim nga lart poshtë dhe nga poshtë lart, dhe me një rresht, me një vip parkimi makina siç është sot në pjesën jugore të qytetit. Pse themi që projekti është fleksibël? Sepse duke qenë në një kuotë, ju keni mundësinë që në organet tuaja të shoqatës të vendosni edhe për rastet kur do doni që kjo rrugë të jetë këmbësore. Mund të vendosni për shembull që në fund të javë, të shtunë dhe të diel, rruga të jetë totalisht këmbësore.
Mund të vendosni që gjatë muajve të ftohtë të dimrit, ku këmësorët janë shumë të pakët në qytet, mund të vendosni të jetë totalisht të hapur siç është dhe projekti. Pra, ky projekt që ne po afrojmë sot, me pak fjalë, është shtrimi me pllaka në një nivel, në një kuotë të gjithë bulevardit dhe i lihet në dorë shoqatës mënyra e trafikut, pra të kontrollojë trafikun në këtë zonë, ta limitoj apo ta lërë siç është sot, në varësi të vendimarrjes të vetë bizneset të shoqatës. Projekti që prezantojmë, siç e shikoni, në thelb nuk e cënon trafikun, sepse trafiku është me dy sense dhe me një vijë parkimi siç është sot aktualisht. Në të ardhmen, çdo vendimarrje për kufizimin ose jo të trafikut me kohë të plot apo të pjeshme do të jetë në dorën e shoqatës. Projekti është fleksibël. Projekti nuk ka gjë tjetër përveç se rikonstruksionin e plot të rrugës dhe ngritjen në një nivel. Çfarë ndodhi më vonë, pati një lloj keq kuptimi, një pjesë e bizneseve që janë kundër zonës këmbësore u mblodhën dhe votuan për rrugën që të jetë rrugë makinash, ndërkohë 30 biznese të tjera kanë bërë një peticion drejtuar fondacionit dhe bashkisë ku thonë ne duam rrugën këmbësore dhe bashkia ka qenë në pozicionin që e ka patur pamundur të negocionte në tavolinë me biznesin. Personalisht kam bërë 2 takime me bordin e shoqatës biznesit që ne kemi ngritur me mbështetjen e fondacionit në këtë bulevard, të cilat kanë qenë të pasuksesshme, sepse mbas kësaj kjo pjesë e bizneseve bëri zgjedhjen që do të votonin me vete. Ju të gjithë besoj më mirë kuptoni që nuk mund t'ja delegojmë asnjë lloj komuniteti të drejtën që me votë të vendosë të hapë apo ta mbyll rrugën. Të jetë kështu apo ashtu trafiku. Në të ardhmen, çdo vendimarrje për kufizimin ose jo të trafikut me kohë të plot apo të pjeshme do të jetë në dorën e shoqatës. Projekti është fleksibël. Projekti nuk ka gjë tjetër përveç se rikonstruksionin e plot të rrugës dhe ngritjen në një nivel. Këto janë çështje që i takojnë bashkisë, por bashkia i ka ndarë me ta. Dhe ne akoma nuk kemi marrë një vendim të njëanshëm në injorim të biznesit. Përkundazi, kemi qenë vazhdimisht në pritje të biznesit për të rënë të gjithë në një mendje. Mbas përfundimit të procesit të votimit për të dy opsionet, kanë marrë pjesë 37 antarë të asamblesë në votime. 37 janë për variantin që të jetë me lëvizje makinash, siç ka thënë edhe kryetari i bashkisë. Sepse ata janë ndarë tani në 2 ekstreme. Nëse doni ta dini, unë personalisht besoj ky është mendimi i përgjithshëm qytetar, që rruga po funksionon më së miri si rrugë këmbësore. Shumë qytetarë më takojnë dhe më thonë që të lutem na i mbaj kështu këtë rrugë sepse me sa duket ka qenë e nevojshme. Ky bulevard, siç shihet edhe në ekran, vazhdon të mbetet i shkret e i zbrasur nga njerëzit, jo vetëm ditën, por edhe në orët e mbrëmjes, një zymtësi që e shprehin edhe qytetarët. Kush e gjallëron këtë rrugë? Po biznesi e gjallëron, makinat, njerëzit, po këtu ka vend për të lëvizur edhe njerëzit edhe makinat. Kështu duket që si bosh. Lëvizin njerëzit, duhet të ketë vend për të kaluar njerëzit, edhe vend për makinat. Duhet të kalojnë mjetet tu që të ashtu dyqanet. Se këto janë pa të gjero fare këto dyqanet që janë, dy kratë dyqanet. Po kështu duke kështu si i shkret vendi. Nuk e ka gjallë që kanë edhe mjetet. Se po të ikin mjetet, do qëndrojnë ato, do dalin njerëz më shumë, se në makinë do lizit 3-4 veta. Kurse kështu vetëm këmbësorët. Megjithatë, unë në biseda me bizneset, ju kam thënë që për hir të marrëveshjes ne jemi dakord që të gjejmë kompromis. Dhe ju kemi bërë ofertën që rruga të funksionojë gjatë muajve të dimrit në oraret e paraditës si rrugë e hapur për makinat, të mbyllet pas ditëve dhe fundjavave dhe gjatë verës gjithashtu. Dhe këtë kemi bërë për hir të vërtetë me dhimbje, sepse po të pyesim gjithë qytetarët e Korçës, të gjithë jo, po e shumicë dërmuese, janë e bindur që e pëlqejnë kështu. Megjithatë, ne kemi hedhur në tavolinë këtë kompromisi. Kto që po them unë sot, nuk janë thënë asnjëherë në media, më vjen keq që media lokale gjithmonë transmeton të kundërtën dhe shek sikur kryetari i bashkisë ka injoruar të gjithë vendimet e biznesit dhe nuk është asnjëherë në tavolinë me ta dhe nuk ka bërë asnjë lëshim nga zona kombësore. Kjo është e vërteta.
Nëse nuk do të keni mirësinë ta transmetoni, është gjithsesi zgjedhja tuaj. E rëndësishme është që ky projekt rezultojë shumë i suksesshëm, të tjerat nuk ka rëndësi. Faleminderit. Ju kujtojmë zoti kryetar se gjithçka e transmetuar nga ana jonë ka qenë korrekte dhe brenda etikës gazetareske për të informuar publikun me të vërtetat e ecurisë së projektit. Një ballafaqimi juaj me veten tuaj për atë që keni shprehur publikisht e keni firmosur me dorën tuaj në memorandumin e mirëkuptimit me shoqatën se qarkullimi në bulevard Shëngjergji pas përfundimit të rikonstruksionit do të jetë me 2 kalime, 1 parkim. Kemi arritur në një memorandum mirëkuptimi me bordin e shoqatës, sipas të cilit bashkia bie dakord që rruga të administrohet në bashkëpunim me ta. Ne po përshtasim projektin në mënyrë të tillë që në qoftë se do të gjykohet nga shoqata e biznesit e domosdoshme që rruga të hapet me 2 kalime, le të hapet, sepse padyshim që dhe bashkia nuk është e interesuar të shkaktoj kaos, trafiku apo rënim të bizneseve. Projekti që prezantojmë, siç e shikoni, në thelb nuk e cënon trafikun, sepse trafiku është me 2 sense dhe me 1 vijë parkimi, siç është sot aktualisht. Në të ardhmen, çdo vendimarrje për kufizimin ose jo të trafikut me kohë të plot apo të pjeshme do të jetë në dorën e shoqatës. Projekti është fleksibël. Projekti nuk ka gjë tjetër përveç se rikonstruksioni e plot të rrugës dhe ngritjen në 1 nivel.